të nderuar vëllezër dhe besimtarë. Në minutat e së hutbeve me lejen e Allahut do të merremi me ajetin kuranor ku Allahu Zot në surën Ali Imran ajetin 102 në thotë: Ja ayyuhalladhina amanu taqullah. O ju besimtar, o ju musliman që jeni deklaruar dhe të shmani se besoni Allah. Po na drejtohet bu neve. O ju besimtar, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju besimtar, o ju besim drejt që po deklaroheni se doni Allahun e besoni Allahun, atëherë keni frikë Allahun. Keni frikë dhe dro Zotin ashtu që po deklaroheni. Edhe atëherë mos vdesni ndryshe, edhe mos dilni nga klubohet përveç se duke qenë musliman. Me pakta ti jesh musliman. Që të thotë fjala musliman. Fjala musliman me pakta është të jesh i nënshtruar ndaj Zotit dhe vullnetit e tij. Që në një farë forme paçare ti po i nënshtruash vullnetit Zotit që një prej tyre është edhe vdekja. Deshte ti ki me vdek. Deshte ki me shiju këtë proces, këtë lish natyror që Zotë e ka bu me vdekës të cilin. Kullu nafsin dha'iqatul maut, se cilin njëri që është i gjallë që fryman ka me shiju vdekjen. Por, poeta është ti me vdek po se po vdek bile duke qenë musliman. Me pakta që është që mundet më orë me vdek musliman, po ne po kërkojmë sot në këtë hytbe që të vdesin pak ma shumë se musliman. Se nuk një afton. Pse? Ne kemi cekë edhe ma herë, hyrja në xhenet nuk garantohet për musliman. Hyrja në xhenet garantohet për të devotshmit. El-muttaqun, tema ju sot. Hyrja në xhenet garantohet për el-mu'minun, besimtarët e devotshëm, besimtarët e bindur. Jo për musliman, nuk thot musliman. Këtë argumentet, ajete, hadithet që flasin, kemi këtë fakt edhe më herë, flasin që banor xhenetit që do të hyjnë janë mu'minun el-muttaqun, janë besimtarët, janë të devotshëm. Është një grad më i lartë se sa musliman. Fjala musliman është i njëri që gjykohet musliman përderisa thot fjalën la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, në këtë botë gjykojnë që është musliman. Por a ka për ime këtë fjallë la ilaha illallah, a i ban hizmet se fjallës la ilaha illallah, kjo nuk e di. Se ka plot njerëz, edhe munafik kanë kohën e pejgamberit e samë që kanë thonë la ilaha illallah, mirë po për të tillët garantohet xhehenami, shkallën më të ulët të xhehenamit, hum fi darkil asfal min an-nar, janë shkallën më të ulët të xhehenamit, edhe pse kanë thonë la ilaha illallah, për arsye se ata e kanë thonë me majë në gjuhë, jo me zemër, pra munafikat. E na e gjykojmë musliman, por nuk muna me gjyku që është besimtar, ose i devotshëm përveç Allahut të madh. Prandaj Zoti po na bën thirrje, jo vetëm në këtë ajet kuranor, por tut një Zotit për ime edhe mos vdes ndryshe përveç se duke qenë musliman. E për me vdek musliman, vllazët e nderuar, duhet me jetu musliman. Paraprakisht. Se se di ku na nxjerr vdekja dhe ç'është na nxjerr vdekja. E për me vdek musliman, e për me qenë Zoti i kënaqur me neve atëherë shkojna me frikë e respektit që fjala takwa në shqip herë për thënë devotshmëri, herë frikë, herë respekt, herë frikë respekt, ose takwa Allah. Që me këtë kuptimin e përgjithshëm. Ka të kësane marëm hadithit të transmeton Abu Dharr edhe Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhum, ata dy që pejgamberi alayhis salam i ka thonë të dyve. Që thotë hadithin që transmeton Imam Tirmidhiu, ku thotë: Ittaqillaha haythu ma kunt, wa atbi sayyi'atan hasanatan tamhuha wa khaliq an-nas bi khuluqin hasanin. Thotë pejgamberi sallallahu këtë hadith, ke frikë Zotit ku të qëtësh. Kudo që t'jesh të që Zotë. Dhe të keqe që e bërë, pasoj e me një të mirë. Pra një punë të keqe që e ke bo, pasoj e me një herë me një punë të mirë, kjo punë e mirë të afshinë dhe të keqe. Edhe treta dhe sillu me njerëzit me moral të mirë, me sjellje të mirë. Nalem të shëtëra një nga një. Ittaqillaha haythu ma kunt. E para ka të bëjnë raportin tonë me Zotin. Ke frikë Allahun kudo që t'jesh. Raporti jonë me Zotin. E dyta, wa atbi sayyi'atan hasana tamhuha. Edhe kjo ka të bëjë me Zotin.
Pra të keqen që e bën, një gjunah, një gabim që e bën, pasojë më të mirë sepse e mirë afshin të keqen. E treta, sillet me njerëzit me moral mirë kjo bëjnë njerëz. Pra dy të para i kemi, pra gjykimin sipas këtij hadithi, kemi të bëjmë me Zotin. Qysh me Zotin? E para këshilla në thotë Allahu në pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith, ittaqillah. Ke frikë Zotin. Ke frikë Allahut. Jo më ju tut Zotit si diçka e keqe. Nëse na një armikun e konsiderojmë të keq, të rrezikshëm, edhe presim gjithçka keq prej tina. Jo këtë frikë na me pas dhe Zotit. Që presim veç keq nga Zotit. Jo. Frika jonë nga Zoti është frika jonë që për shkak gabimit tonë, neglizhencës tonë e meritojmë dëshkimin e Allahut. Që kjo është frika jonë, që kjo quhet frikë dhe respekt, që kjo quhet takvallah. Domethënë që ti me punën tonë ose mos punën tonë e ke merituar dënin të Zotit. E prandaj edhe kjo fjala ujkaje, takua që me ujtë më mbrojt është mesteje dhe që ati dënimi i Zotit e bën një mburoj. Që e mburoj nuk le ty me ra në dëshkim. Si fjala një, nëse ne falim namazin me rregull, të jadon hapun që zhduhen, ne kemi mbrojt vete nga dënimi i Zotit që një dënim për një namaz që e lem në kishë 70 vjetë dënim. Zjanë gjanë. Për një dit agjerimi që nuk e agjeron në kishë 70 vjetë dënim në zjanë gjanë. Janë hadithe tonë, kjo fjallë të mija, janë hadithe që prej cikur, që të thotë nëse ti agjeran, e ke bo vetën një buroj, një përkes mes teje dhe dënimit Zotit, pra e ke mbrojt vetën ka dëshkimi. Nëse ti fa namaz, ke mbrojt vetën ka dëshkimi Allah. Kjo është prikë respekti. E këto ajete ka plot, e për plot që flasin për devotshmëri, për takvallah. El muttaqun. Në raport me Zotit tonë. Për këtë arsye, tani edhe pejgamberi ka plot hadithe në mesin e tyre këto që ka treguar, edhe pse nuk është vetëm ky ka plot e plot hadithe të tjera që flasin për devotshmëri. Për shembull, devotshmëria jonë gjatë çfarë është devotshmëri këtë rast? Devotshmëria jonë është me besu Zotin një. Me respektu ndalesat dhe udhëresat e Zotit. Gjona që ka ndalu Allahu më largu, gjona që ka urdu Zotin me vepru, me punu. Nuk ka sen që ti ma mirë se sa vetë Zotin cili ka gjyku me halal dhe me haram. Në ti lanë fjallë të njerëzë, subhanallah e ladhin. Me një rast janë i shkirë kredit të ke s'kam qëka i bëjmë, filën hoqës, ishë përmen mu me emën. Se ka thonë është haram kredia, ose krediti me kamatë. O burë, mos më përmen mu se nuk është fajt e unë. Se Zotë i madhe ka ndalu, nuk ka ndaluon. O halë Allahu në bejha, Zotë e ka leju shqidlenjen, o harrëm e rriba, a jetë kuranor, e ka ndalu kamatën. Pse po më thu mu? Që këni tjetër dha me ty hoqë, duhet më homër më shtypa. Pse? Po thu farz namaz, zban pa namaz, zban shtum, bolesa farz, kjo haram. La ilaha illallah, thash alhamdulillah të lloj, thash s'pas ke problem me mu. Nuk pas ke problem me mu, sepse farzin e ka caktuar madhe Zot çka merresh me Zotin. Namazin e ka caktuar Zoti, bolesin e ka caktuar Zoti. Haramet, vjedhjen, kamatën këtu i ka caktuar Zoti, i ka bërë të ndaluara. Jone. Janë ajete të qarta që s'kem diskutim ato. Shko merresh me Zotin se s'pas ke problem me mu. Pse me etiketu mu? Pse nuk pi kondanan ati? Se po mirën me qëto probleme, se kam fajnë, nuk kam fajnë. Subhanallah. Prandaj të natëra. Për këtë arsye dhe pejgamberi jam të e ditë se njerëzit, sikur sa që janë se bojnë fjalë. E pse kjo, e pse ajo, pse kjo halal, e pse kjo haram, do më 13 vjetë e para në Mekë kur është shkollë Kur'anin, 13 vjetë e para ka folë vetëm pastrimin e zemrës, forcimin e besimin në zemër që çka do që vjen prej Zotit duhet me pranuar. Qoftë ndalesë, qoftë urdhëresë. E mas 13 vjetë, ka ardhur 10 vjet që i dytë, do më tash ka ardhur 10 vjet shikos etapës medinase, ka ardhur ajetet, ka ardhur argumentet, u bo farz agjerimi, u bo farz lufta, u bo farz namazi, u bo farz këtë, po asnjë nuk ka thonë e pse më fal, sepse e ka përgatitur më herët. Që kur vjen për i Zotë s'ka diskutim. E na halasat, kur të thosh falë namazë, po pëse me falë?
Pse me agjeru? Se halal nuk është forcu imanin zemën, që tani këto tjera mos diskutu. Sikur që kemi rastet e sahabët, kur ka ardhur në urdhëres, ka thënë semena wa ata'na, e kemi dëgju, ka ardhur, e kemi realizu. S'ka diskutu pse, po vetëm ka diskutu qysh mujna sa ma mimi kry. Po, këtu kanë pyet. Këtu jenë interesu shumë. Ja Rasulullah, qysh mujna ma lehtë, ma mirë, ma komplet, ma doon me kry këto obligimet që na takojnë neve. Prandaj bindja e besimtarit, që është pjesë e devotshmërisë, me pranue gjithçka që vjen nga Zoti, halal, haram që janë çapa. El halalu bayyinun wal haramu bayyinun, që përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, halal është i qartë, haram është i qartë, nuk ka nevojë të diskutuar ato, pse është haram, pse është halal, ti studioho lufto, s'ka problem zero, apo do të pranoj dispozitën që është haram ose është halal. Që kjo është e para. Që të devotshmëria, të kesh frikë Allahun, edhe të krysh obligimet, edhe ta krysh ibadetin që ka thonë Zoti, jo që shtekje ty. Edhe kjo është një point që duhet të rishvetin. Në bojna sot për shembull xhumon me fal 4 rekate pas. Po sa pranohet? Sepse në ka ardhur praktikën e pejgamberit me fal 2 rekate pas. 2 rekate namaz që falën. Nëse dojna me ndërru diçka, po mirë të hoq, nuk po pritojnë atë bojna me qef me falën 4, jo. S'pranohet, sepse është kusht me punu ashtu qysh na ka mësuar pejgamberi alayhis salam. Si dalën jashtë mësimeve pejgamberit as pranohet. Prandaj edhe ibadeti edhe urimi, halali dhe harami, sanet e mira dhe sanet e këqija merren me gjykimin e Islam që Zoti ka caktuar, i mirë i keq. Çaj që është e mirë, është e mirë, çaj është e keq, është e keq, sipas vlerësimit të Islamit, jo sipas tekjeve të dalë me virë. Mos e punu hiç. E me ignoranë, po kjo s'pranohet. Se Zoti ka ndaluar se është e dashur, as por është e dashur për njerëzit, për veti, për mua, për gjithë. Është haram edhe të gjykojmë edhe veprojmë se haram. Kjo është e para. E dyta, وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا. Edhe kjo ka të bëjë me Zotin e Madh. Gjatë gjëna që e bën njeriu, duhet me kërkue me veprat e mira. Thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çdo keqje që të bësh, më njëherë fillon me bëj një vepër të mirë e fshi. Vepra e parë e mirë, më njëherë pas keqjes që e bën është pendimi. Mu pendu me robi shkurt për çati, pse e bëna çati keqje. Edhe më njëherë me kërku falje të Zotit që farma gabimin ose këtë gjuna që e banëm, edhe me shpejtu të mënë veprimin e veprave tjera të mira, suku që kemi në rastin edhe të muadhe në gjebeli, që jo vetëm një rast, por shumë rasti që ka thënë të killa, ke frikë Allahun, se që kemi edhe një rast tjetër që ka thënë, letë vjen marrë për Zotit të, la ilaha illallah. Me një rast kërë nësë muadhe në gjebeli me shku në një udhtim, Sahar ka dosh, edhe ka madhe se ta shpondat, kër unisë me shku një emer, atje me mësu njerëzit dhe sanë, ka dosh të unisë, para se unisë jera Rasul, Allah, e usini, këshëllon me diçka, mësën me diçka, bilet me mojtë menë diçka fjallën e fundit për pejgamberit, se ti e ka nëzën gjallë më këthy dhe herë, me pa dhe herë, me përfitu edhe me mojtë menë që ato për pejgamberit sallam, diçka një arome bukur edhe mirë për tina, e tha, këshëllon diçka, e tha, atër pejgamberit sallam, efshë sallam. Shpërdoj e selamët. Na këtu me zveti, haj, qau, tu. Këtu tjera këtë vinë ma selamët. Fillon me selam, ta në vazhdoj tjera. Efshë selam, shpërdoj e selamët. U abdhili ta'am, je mushem. U astahiji min Allah, istihja rëgjullin hejbetin e ehli. Edhe le të vjen marrë prej Zotit ta, le të vjen marrë. Qyshu vjen marrë për një njerit me autoritet mesën e familjes juve. I kemi ka një do njerëzit që Zotë ju ka dhonë autoritet, hejbe, ju ka dhonë autoritet edhe formë që për i men vjen marrë mësirë keqë para tina. Ka autoritet që asisoj, është një autoritet moral që ka para njerëzit. Fjallë ati ka peshe, e për aty në vjen marrë. Mëno mësirë kujdes shumë me mire të matër. Që është të thotë para Zotit, në veç ma shumë do të mi ardë marrë për Zotit. Pastaj thotë, edhe kur bësh keq, bën edhe vepër të mirë, edhe sa të mundesh përmesoj moralin dhe sjelljen tonë. Ashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, "Es'aluka khashyataka fil ghaibi wash-shahada." Kërkoj o Zot, më dhon frikën ndaj teje, edhe kur jam vetëm, gajtë, që s'po kur kush, edhe kur është në prezencë e Zotit.
Jo të kush për shembull para burrave, burri mirë, xhami, burri mirë, prezes njerëzve që i nje, burri mirë, si të është vetën, ta në zezat i banë. Ose si të shkëm të ku një abalgji që se njohin, ta në zezat i banë. Që së njohin në rejtë të ku jetoj, së është problem. O, zëtni, që ku njoni ta një herë ta, ho, sa e më shku në Arabi, bile këtoj ka pas po pyetje, shekë të iminit, një mëftijës, një djetarët saudisë. Je marë në Amerikë, ta shë apor mësë një qitë shamin. Po që dhe zotë është në Amerikë, Allah. Ashtë njëtë në zotë që është në Kosovë, njëtë zotë në Amerikë, njëtë zotë në Arabinë, po. Atër, njëtë zotë e ka po farz namazin, si në Amerikë, si në Kosovë, si në Arabinë. Njëtë zotë e ka po farz vonesën, si në Kosovë, si në Amerikë, si në Arabinë, si në Turqi, ku të që të shkësh. Pra dhe hadith thotë, ki frikë zotë ka të që të shkësh. Ka të, qka të që të punësh, ku të që të presh, të që zotë. Ki bërë që dhe tjetë me bëjë shami, ki bërë që dhe tjetë me bëjë namaz. Pra dhe thot me kanë sërë, të kërkoj e Zotë me e për shprikje dhe i tije, edhe kur që vetë, edhe kur që kallablak, edhe kur që gjithë ku të që t'jesh. Pra dhe duhet me posë parasysh, edhe me pasu çdo vej për t'jeqe, me vej për t'mirë, edhe e fshinë, suku që përmarim edhe në hadithin, e ma ha shumë mos se vepra mirë e fshinë këqia, i kemi plot hadithin që thot me asam, namazin, 5 kote namazin. Në për dreka dhe një këndi, atë për drek i këndi e në shumë, mes namazet që bëhen gjënohat i fshinë. Gjumoja deri gjumoh. Po gjumon e kalume, deri sot që kemi bëhet gjunoha, kjo gjumon e fshinë. Ramazani deri në Ramazan. Kështu më rrës, do vepër e mirë, i fshinë ato vepër e këqia që i kemi bëhet. Kjo është hak me Zotin. Edhe treta në funde që po e përbyrëm është, si do me njerëzit mirë. Si do me njerëzit. Sa ma mirë, pa përsi që si dhe ata me ty. A si dhe keq, a si dhe mirë, a si dhe me shkërsia, a si dhe egrë, ti si dhe mirë. Pra dhe i për haditheve shumë që kemi është pusjesh atyre në vlau tanë, në timesa dhe i ti, sjela dhe i ti, kujdesin dhe i ti, interesimi për to, krejtë e pjesë e imanit. Pra ndaj, mas shumë të shikami shty njerëzën në gjenet, është morali mirë. Hadithet për në bojnë qa, o vllazni, që dojnë me shku gjenet, morali, sjellja e mirë, edukata e mirë është mas shumë të në qënë gjenet. Nëse dojnë me konë prezencën e pejgamberit a.s. Shëqërimin e ti është morali që në afran të pejgamberit a.s. Ata që kanë morali më të mirë, ata që kanë sjellje më të mirë, do të jenë afër pejgamberit me të ditën e gjykimit në xhenet. Edhe fund po e përbyllim me thonin e Muadhit ibn Xhabelit, radhiyallahu anhu, i cili thotë ditën e gjykimit. Ka më po thirrje. Ka në thonë me laqët thirrje. Ejnë el muttaqun. Ku janë të devotshmit. Nuk thot ejnë el muslimun, ku janë musliman. Po thot ejnë el muttaqun, ku janë ata të devotshmit që e përfillën këtë hadith të pejgamberit që thanë të ke frikë Allahut kudo që t'jesh. E patën parasysh takvallahun si vetu si kallallah. Gjithherë Zotin për parasysh. Jo hoxhen, jo policin, jo ushtarin, jo atin e gjyqtarin. Por Zotin, se Zotin nuk e dënë këtë vepër, nuk e bëjmë. Se Zotin dënë këtë vepër, do t'a punojmë. Pa ejnë el muttaqun, ku janë prasat, e Ibn Abbas radhiyallahu anhu thotë, ata muttaqun, ata njerëz të devotshëm, ata njerëz i thret ky thërrës, janë ata që e kanë ruajtur dispozitën e Zotit. Ju kanë largu haramet, edhe ju kanë zbatu halalin sa ka pasur mësi. E pa lusin Zotin e madh vllazët e nderuar. Nëse dojnë me konë në mesin e tyre të privilegjuar kur thirrën ditën e gjykimit. Sikur që thirrët atëherë që tanë Ramazan ejnë saimun, kur janë ata agjëruesit që kanë agjëruar Ramazanin me hyrje për derën e veçantë, derën Rayyan xhenet, ashtu ka u thirr ejnë muttaqun, ku janë ata të devotshëm. Prandaj këtu duhet të bëjmë gara unë edhe ti. Cili po bëjmë më të devotshëm edhe më afër Zotit. Cili po bëjmë më shumë të që pendekim në rrugën e ti pejgamberit sa. Cili pendreqim të rregullojnë moralin, sjelljen tonë, edukatën tonë sa më shumë. Qoftë me hoxhën, qoftë me gruan, qoftë me fëmijën, qoftë me bujkën, qoftë me kënda kudo që gjatë jetës sonë, me bogara që me të kem unë me hoxha të po pse mos më koni pare. Pse mos më koni pare me shkuar me përjetu kënaqësinë në xhenet me pejgamberin alayhis salam. Zotë na mësoft, Zotë na bashkoft, në
rrota do më atje në oazën e pejgamberit e selam, pim nga këtheri ti, nga burimi ti, edhe tjetojmë në xhenetin Firdevs bashkarisht për gjithmonë me knasimat më të jemi shoqimin e njeriut më të dashur të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam.